punon shteti është pastoralitet, është vjetesë, nuk është punë. Çfarë punë bën ti? 2 orë punon, 6 orë rri, ngrohet se dilin ose bën punën në patronazhistit. Çfarë produkti ke dhënë ti për veten? Kush është identiteti jot? Do të thonë ti s'mund të krijosh diçka nëse nuk krijon veten. Ta e kanë humbur veten dhe thotë po punoj. Jo, ti nuk po punon, ti e kapje. Pra aty të shitur një rrok, të shitur një shumë parash që ti t'ja dalësh të përballosh jetesën tënde. Jetesën tonë po e përballojmë edhe neve që nuk financohemi nga dikush, sepse në fund ditës nuk është se do vdesim për bukull. Personale për politik. Tu nuk po bëjmë politik. Është një mision shumë i madh. Mos na thonë shqiptarët, nuk e ditëm, ne po i sqarojmë. Po i sqarojmë në mënyrë shterruese me informacione. Dhe jemi gatshëm të vijmë prapë në emision tjetër nëse të drejtojnë pyetje t'ua shpjegojmë dhëm për dhëm e ball për ball. Pse se kanë fut bisedime për Shevën? E thash, pra, ti kthena edhe herë. Albini në Maqedoni, unë në Preshevë ka një deklaratë Ministria e Jashtme e Rusisë kundër Azganhakut dhe kundër Albin Kurtit. Ai e ndryshoi rrugën, unë nuk e ndryshova. Dhe thot kanë kërkuar Azganhak ka bërë deklaratë të rrezikshme andaj Këshillit Kombëtar të Partisë Demokratike, ka pas not protestet të Rusisë, të Serbisë për Preshevën, sepse unë kam bërë një deklaratë për Preshevë. E i qëndroi shkova edhe këtë vit. I qëndroi prapë asaj deklaratë. Presheva dhe Çamria janë dy deg të lisit kombëtar shqiptar të thyra, por jo të para. Dhe janë qendra të gravitetit shqiptar. Dhe s'ka si të ndodhë ndryshe. Dhe s'ka qetësi pa u realizuar çështja kombëtare shqiptare. Nuk ka asnjë qetësi. Dhe s'ka qetësi nëse dënohen drejtuesit e UÇK-s. Sepse bie legitimiteti i luftës, por e kanë dorë vetë shqiptarët. Me pjesëmarrje masive. Ndaj unë e shfrytëzoj rastin të thras dhe herë të gjitha partitë politike, deputetët e Parlamentit Shqiptar, Këshillin Kombëtar Shqiptar të Malizzi, Këshillin Kombëtar Organizativ të Shqiptarëve në Preshevë, partitë politike në Kosovë, deputetët, sepse partia Bashkimi Demokratik për Integrim dhe Aleanca Kombëtare për Integrim e ka ndërprer fushatën dhe do vinë në fushatën kombëtare. Pra thirrja është bërë dhe do të vazhdojmë të po kemi mira telefonata nga gjitha trojët etnike dhe nga diaspora. Pra do të jetë një dyndje jashtëzakonshme, lumejt e njerëzve do ta pushtojnë si det sheshin Skënderbeu. Keni frikë nga sabotimi vëlla? Sabotim. Kush mund ta sabotojë një popull? Kush mund luajë më me popull? Politikanët. Cili politikan? Populli ka dalë tani. Ne popullit po i tregojmë popullit se cila është e vërteta. E vërteta të bën të lirë. Po pra, të bën të lirë apo njerëzit e kanë frikë? Pse kanë frikë? E kanë frikë, shikoj. Asnjë frikë mos kanë njerëzit, ne kena marrë gjitha masat. Asnjë frikë s'kan pse të kenë njerëzit. Asnjë protestë është paqësore. Jo, e kanë frikën sepse Rama Nezer, drejtori i Ramës thotë ju pa matje të sheshit, po gjithë nga Rama ka bërë thirrje. Ka bërë taulën ballën në parlament. I takon Sali Berishës ta bëjë thirrjen. Në qoftë se ka thënë një bën në ngrada për Kosovën. Pa. E pushtova Kosovën pa u nda. Zotëri, në samitin e Berlinit është Ramush Haradinaj ndonse i vetëm që ka shpëtuar ndarjen e Kosovës. E theksoj edhe herë, ndonse i vetëm. Berisha nuk e ka shpëtuar me Facebook. Sepse Berisha nuk ishte faktor me shpëtuar. Edhe Meta tha, jem arrestuar për shkak të Kosovës. Dhe që të dy nxituan ta falenderojnë Mickovskin si parti të gjatë. E çfarë bëri Mickovski? Edhe me platformë, zotëri. Me platformën e Putinit, me platformën e Vučićit. Sot shkon kryeministri i Serbisë në Maqedoni të Veriut dhe shkon për të përcjellë mesazhin e Putinit, i cili ka filluar dhënien e pasaportave serbe rusëve në kuadrin e vëllaznisë slave. Po shqiptarët që në vllazit një gjaku, një gjuhë, një histori, ne dalim me ditori shqiptarët dhe kombi serb. Unë po të sjell në vëmendje një deklaratë të një miku të madh shqiptarëve, i cili trokiti fort në ndërgjegjën evropiane me masakrën e Çakut, se pas masakrës së Çakut dhe masakrës në familjen e Jashare, bota mbajti qëndrim, sepse ai trokiti fort në ndërgjegjën evropiane, e kam fjalën për Olkër. Ishim në një aktivitet në Trojë Ali Pashës në Plavguci dhe ai tha, unë nuk i ndaj shqiptarët në çam e kosovar
e shqiptarit jugut e të veriut, të Ulqinit, të Tuzit, apo të Vlorës, apo të Shkupit. Unë i quaj shqiptarët një, dhe ata janë një dhe kanë një flamurin e Gjergj Kastriotit Skënderbeu. Pra një mik i shqiptare, i quajnë shqiptarët një, dhe disa njerëz dalin nëpër televizion dhe na promovojnë tezën e kombit kosovar. Kur ka ndodhur kombi kosovar të rri? Dhe s'ka fatkeqësi më të madhe, ndonë se kemi zbrit të parë të Ballkan. Ndonë se Gadishulli ka pas emrin Gadishulli Ilirik, e sot e ka Gadishulli Ballkan. Po, në hartat e shekullit 18. Po, Gadishulli Ilirik. Gadishulli Ilirik. Sot nuk e ki Gadishulli Ilirik. Ndonë se i kemi dhënë qytetërimit. Romës e Bizantit, disa perëndor. I kemi dhënë perëndor më të rëndësishëm, certifikuesin e krishtërimit, Konstantin i Madh. I kemi dhënë simbolin e shtetit, Dioklecianin, dhe simbolin e të drejtës romake, Justinianin. Ndonë se i kemi dhënë qytetërimit islamik, disa sadrazem. Ndonë se i kemi dhënë të gjitha qytetërimeve të botës. Sot ne jemi të bërë 5 copash dhe të qerët tallen me ne. Pra kur ne kishim shtet, zotni, ata kasavireshin pembe. Po sot si është? Po sot, ja tash. Sot ata kanë shtet, neve kasaviremi e Europës. Ata kanë shtet dhe ne na quajnë kriminal pra, sepse del kryetari i parlamentit të Kosovës, zotëri që u zgjedh tani, dhe bën dezertacion shkencor me një maqedonse, dhe thotë UÇK-ja është financuar nga paratë e drogës. Çfarë të them tash Dimal Mashës? E del thotë më falni tani se unë bëj ato, po pirstoj këta. Pra ka ardhur koha zotëri. Si Dimali ka thënë kështu? Ka dezertacion? Është financuar me paratë e drogës. Po si era? Ka dezertacion mo? E ka mbrojt gradën, shëqoj me një maqedonse. Dhe tash i thotë, ma kanë futur emrin pa e ditë, po i kërkoj falje UÇK-s. Si kërkoj falje të UÇK-s? Zotëri, në Kosovë ka ndodhur masakrat më të tmerrshme. Pash para pak kohësh, një nën që ja kishin vrarë 5 djem. Dhe e shkret aq shumë e kishte humur sa nuk ka dinte emrin në mur. 5 djem. A kupton çfarë do thotë? Mbyllet dera. Po. Tani këta kanë harruar që liria ka emër dhe liria emri e ka UÇK. Shqiptarët harruan. Tani e kanë kthyer në betejë personale. Liria ka emër. Duam ne, liria ka emër, liria ka emër. Po nuk mendon vlla që është një lloj qorsokaku që po i kapin njerëzit e ka pjesa që mobilizimin po tjetë kjo, po të kapen këta generalet, futet UÇK-ja zhytet. Unë mendoj që çdo lloj njeriu të ketë bë gabim aty. Zotëri. Çdo lloj njeriu të ketë bë krime. Ne kena debatuar edhe në emisione të tjera. Po nuk ka shanse në botë të tulet UÇK-ja. Për krimet që thonë ta, për krime lufte, pas lufte, gjykohen në Kosovë. Po. Po ata skapçi ngatrojnë krimet e luftës me krimet e pas luftës. Në fakt thonë krime pas lufte, po dalin me krime lufte. Po. Dhe lufta UÇK-s ka qenë luftë mbar kombëtare. Ka qenë luftë çlirimtare. Çlirimtare. Për shembull, kena komandant Kavajn, Pritçarën. Kemi Skadilat Llagamën, i kemi si mësues dhe shkoi erdhi vdekun. E theksoj edhe herë, kemi edhe Tarisenanin. Po. Generali të luftrave. Një jetë 3 luftra. Pra kanë thënë gjën me të shtrejtë. Dhe tani zotëria asnjë mbështetje s'u ka dhënë në Hag, aty në që po luftojnë. Pra në këtë betejë nuk janë vetëm gjallë të mëne. Janë edhe të vdekur zotëri. Dhe tani qëllimi është final, mos guxot ma prekësh historinë. Po na e prekin tanë ato azgane, kuptoni çfarë çerp serliku është. Mos më prek simbolet e lirisë. Zotëri bota i ndërton simbolet prej balte, ne i kemi edhe i baltosim. Dhe kjo është e rëndë, sepse baltosin nga ata që janë xheloz, që nuk kanë mundësi me bën një vepër siç e ke bërë tjetri, dhe dalin pastaj dhe flasin për qeftet. S'ka gjë më skandaloze se sa të vi dita që i presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës mos turoi drejtuesin, ministrin, po turoi popullin e Kosovës. Siç ndodhi këtu. Po, turoi popullin e Kosovës. Pra mos turoi drejtuesin, kryeministrin. Dhe pastaj edhe të gënjesh në emrin e Departamentit Amerikan të Shtetit që jo kemi disa divergjenca, po i rregullojmë dhe dalin pastaj menjëherë ata dhe e përgjigjësojnë. Ky është një problem i madh sot. A e pave sot një James Rubin që tha, qysh nimin para 1999 sa
Ramush Haradinaj ishte në kontakt me kompaninë inteligencë amerikane. Pra është partneriteti i Shtetit Bashkuar të Amerikës. Është partneriteti i Shtetit Bashkuar të Amerikës që atëherë. Dhe këta lapin tani. Lap. Pa ai tregoi kush është partneri jon, kush janë njerëzit e besuar. Dhe këta tash dalin lap poshtë lap përpjet. Je ke bërë këtë, je si ke bërë atë, jo ke bërë këtë. Dhe 3 herë zotrin në burg. Çfarë duhet më bë, zotnia? 2 vëllezër vrarë në luftë, e një i vrarë pas lufte për llogarit luftës. Ka qenë më të mërshme se sa të vrasësh Enver Haradinaj zotri. Por presidenti Ibrahim Rugova ishte një gjeni i politikës. Rameti pa shpirtin. Është palli ditën zije, sepse ai ishte një kurth për ta çuar në luftë civile Kosovën. Dhe ai kuptoi më një herë çfarë ka ndodhur. Edhe Ramush Haradinaj erdhi nga Haga dhe ka marrë një fjalim historik zotri për paqe, sepse nuk kenen pluma për shqiptar. Plumat i kemi patur për Serbinë, për serbët, po. Dhe ka ardhur nga burgu dhe ka marrë një fjalim ka qenë një fjalim historik dhe veprimi i presidentit Rugova ka qenë një veprim prej gjeniu. Edhe zgjedhja e presidentit Rugova të Ramushit si kryeministër ka qenë një gjetje spektakolare. Dhe shkurja në Hag, në Rambuje, presidenti Rugova tha, kryetar delegacioni Hashim Thaçi, mos i harrojmë këto, sepse është kohë shumë e shkurtër për t'i harruar çfarë ka ndodhur. Rugova ka qenë mendje madhe vëlla, mendje ndritur, edhe shpirti i madh. Rugova ha bukveç nga gjithë. Po çfarë s'kan thënë dhe për Rugovën? Po për gjithë, shikoj, kur më kanë thonë mua je agenti i UDB-s. Po mirë, tash atë fjalën unë e kam inati të çka ka mundor. Të dal me tezën tradhtar, hero Ismail Esat Pasha i dytë, Ismail Qemali i dytë. Ore që është një njeri që është tradhtar vëlla që mban era tradhiesh vetëm Albin Kurti se po ti lexosh lëvizjet. Na nxorëm argumentet sotri. Po ti lexosh lëvizjet. Se po ban peng parlamentin e Kosovës. Ai është Albini që i tha këtyre pse shkonin te prokurori? Ai është Albini që nuk shkoi te prokurori, nuk respekton institucionet e veta. Ai është Albini që tha kur je shumic duhet ta respektosh pakicën, kur edhe pakica duhet të respektojë shumicën, tani është pakicë zotni. Dhe unë shpresoj edhe herë përsëri dhe herë. Tani qytetarët e Kosovës e kanë kuptuar. Nuk janë ato veprimet që mban Mitrovic Veriut për ta quajtur Ismail Qemalin e dytë. Tani që shpjegojmë edhe punën e Mitrovicës, e Trepçës. Ramush Haradinaj e ka privatizuar Trepçën, e ka bërë shtetërore, por duhet edhe një etapë tjetër. Dhe Trepçën e kanë marrë anglezët zotëri dhe për 100 vjet tjera. Betejë për Trepçën ka qenë e zgjisur. Ai Vučići më ia dhën kartën nacionale Albinit dhe Albini më ia dhën Vučićit kartën nacionale. Betejë për Trepçën, ai ka marrë Trepçën. Po ku ka shanset të dalësh te koncesionit britanik? Në vitin 1924, Aleksandër, mbreti i Aleksandrit i Serbisë, ja ka dhënë një anglezi me origjinë amerikane që rritën në Angli dhe gjithë veprimtaria është në mend të tij. Dhe në përpjekje kur ardhi Miloševićin te 89-92 në ra njerëzit që kanë kërkuar ta privatizojnë atë. Dhe pastaj vllai Miloševićit ka qenë ambasador i vetë para ti çon tande i çon tek tej. Dhe këto janë lojna koti. Dhe kjo është e pa imagjinueshme me shku pas rrenave të tij. Pra pas 100 vitesh është përsërit kontrata. Kërkuan ta marrin francezët, indianët, kinezët, gjermanët dhe u vendos anglosaksonët, amerikanët, Anglia. Erdhi David Cameron, nëse të kujtohet, në Kosovë takoi kurdën dhe tha kjo histori ka mbaruar. Pra, pse po i rën popullin ti? Pse po rën popullin? Dhe s'mund t'ja marrësh ujmani ujrat janë ndërkombëtare. S'mund t'ja marrë. Pra, janë lëvizje të stërmendura si e çova në Nigeri, e majta në Nigeri, pastaj i bën zgjedhje, si bën zgjedhje. Ja do t'i shohim si do dalë zgjedhjet tani. Po fitoj prapa vëlla. Nuk fiton. Ora na hyri dje me avokatin Tendën. Më hyri dje një miku jon Gjakovari jon Arben Purrini që më tha, vlla ti ja fut kota flet broçkulla për Kurtin. Ja futa live-ën, e tash më argumento. Ora çat ditë ti tha se nuk neti shumë se s'kishte linj. Çat ditë ti tha që se dim neve votuesit e Kosovës. Po jetonte në Çeki zotria. Pra është diasporës që vjen dhe e votën për Albin Kurtin. Mirë, më keni çështje tjetër. Ta shpjegoj. Duhet me ngjiste populli o Azgan. Kemi Mitrovicën. Po. Unë kam qenë 10 herë në Mitrovic, para mrapa, kohë të vështira, Tani aty ke një urë. Po, ajo ura famshme. Po.
Ky ka shku ka bëj dhe jurë tjetër. Po. E ka shit si gjajet madhe sepse po ti s'po shkon të dhe shkon të. Tani kjo është një problem domethënë për të tuar ata që e besojnë rrenën. Ka arku atë mos e besosh rrenën valla. Më e rëndësishme sot është dheu, Dardania antike, se s'me për t'i them Kosovë, se sa politika e pavarur sovranizmi i Albin Kurtit. Po s'mund të jetë kështu. Ku mundet me qenë sovran Albin Kurti morzotri pa Shtetet e Bashkuara? Se kjo është pyetja. Unë vi nga rrafshi gjeopolitikës. Kam dhënë 6 vjet gjeopolitikën në Universitet Tiranës. Edhe do ta jap prapë sa të kem jetën, e jap edhe këtu, leksion e falas. Ka vetëm një parim. Nuk mund të kesh dot sovranitet në momentin që ti je protektorat ndërkombëtar. Ti ende je. Domethënë, protektorati ndërkombëtar ta pamundson ty në mënyrë 100% sovranitetin e plot. Nuk kem ama. Po ti je protektorat edhe tani, gjem ta në Hag. Po. Ai në shkelje flagrante të kushtetutës. Po. Sepse ka dalë nga objekti. Po. Po ti tash pra, pse s'po lufton për sovranizëm këtu ti kryeministër? Pse nuk i mbështetë? Ore ata zotrin që të pastrojnë fytyrën e tyre, emrin e tyre, që është baltosur me drejt ose jo. Unë jam tek ata njerëzit që këta zotrin pas lufte morën kaq shumë pushtet, përdorin luftën për pushtetin. Po pak rëndësi ka çfarë mendon Gashi, është mendim personal i imi ky. Ma vërtetot kundërtën, po shkon prokurorit Kosovës, bën një gjykim të drejtë, o nxirë fajtor, o nxirë jo fajtor, po doli jo fajtori të rrequn fjalët. Shiko, njeriu ka dy anë të medaljes. Me ja lexuar njërin, duhet me shpall shajt. Po. Me ja lexuar tjetrën. Tjetrën mbase na del po. Duhet me shpall djallë. Po.